Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se erdhët edhe këtë të shtunë në emisionin Hynesha, si zakonisht me ju jam unë Elvana Shala dhe si çdo javë tjetër bashkë të flasim me një grua të suksesshme që vjen nga profili I gazetarisë kësaj here. Ajo vazhdon të jetë shumë e re në moshë, por suksesi I saj nuk ka munguar që nga familja. Me mua dhe me ju është Albina Zeneli. Përshëndetje dashur, mirë se erdhe. Kënaqësi shumë e madhe dhe po gëzohem që më në fund u takuam se ka një kohë shumë gjatë që s'jemi pa. Zakonisht jem kafe llafe kështu me intervistu mua, kështu që këtë herë kam emocione realisht, se po më duket mak më ndryshe. Shumë kënaqësi me të pas në këtë studio, tregom si je në këtë të shtunë. Mirë, fundjavat zakonisht po janë ose me na udhtim, po mundohemi me I rrëmbynja 2 ditë, ose po janë kështu të shljatshme ku ose vizitojmë një familjar se na ka rënë kështu për taksirat me u marr me këtë pjesë, se po dohet, se jeta, angazhime, dinamika jetës e ka bërë që me u shkëput pak, sigurisht me takimet fizike, po jo edhe me rrjetet sociale, dhe më besoj edhe ti këtë si çush është me qene angazhume, edhe zakonisht fundjavat na I eci ose diçka, po ja sot ja kemi dediku kështu tamam emisionet tënd. Faleminderit shumë kënaqësi edhe një herë me të pas në këtë studio. Albin, unë e thash që je shumë e re në moshë, por suksesi nuk të ka munguar asnjëherë që nga fëmijëria, sepse minimalisht ka dikun 7-8 vite që unë personalisht të njoh dhe mund të konkludoj përfundimisht që je ajo vajza self-made, e cila krejt suksese, e njëjta gjithsesi, por self-made në kuptimin e asaj që gjitha sukseset I ke arrit vetë me forcat e tua, sepse kom pas rast me ta përcjell jetën profesionale, ke qenë një ndër mysafirët e para. Dhe po kom qenë një ndër mysafirët e para, për çka mua më bën shumë të lumtur fakti kur kam në studio vajza të tilla që janë të reja, por kanë një bagazh të jashtëzakonshëm profesional. Ne sonte do të flasim për të gjitha nga pak, por fillimisht do të rikthej në retrospektiv si ka qenë Albina kur ka qenë fëmijë. Më ktheve shumë kohë më herët, një fëmijë zhurmshëm, dallohet edhe tash, një fëmijë që ku e ke lënë për momente, nëse ke shku në kuzhinë me bo një punë nuk e ke gjetë aty më, ju mundu me qenë gjithmonë energjike dhe akoma më ka mbajt ajo energjia, besoj që është pak edhe pjesë e brendësisë, nuk është pjesë që e krijon me kohën. Nëse flasim për hapat e parë në gazetari ose më saktë në shkollë, sigurisht që kom qenë gjithmonë ajo prezantuesja e programeve të fëmijëve, e mendoj që ka qenë pak edhe pjesa jo e trashëguar me domës, pashka se hala e babet është shkrimtare, edhe është një ndër shkrimtarët më të njohura në Suedi, e cila me shumë shoqata të grave atje, edhe mundohet me qenë pranë në shqiptarëve në diaspor, bëhet fjalë për Zylfie Gërvalla, është një prej shkrimtarëve, pra po them që ka qenë e talentume, po që talentin e ka shfaq pasi është martu. Kështu që në rastin tim ka qenë më ndryshe, në rastin tim ka qenë qysh në shkollë fillore, pra në klasën e 4, kur unë kom prezantu programin e shkollës. Edhe sigurisht që ka qenë një ndjenjë shumë e mirë, por kom mendu që do të mbetet vetëm në sirtarin e ëndrave, por që nuk do t'jetë një realitet tashme, sepse nuk e kom ditë se a është ai profesion që unë e du. E pastaj duke u zhvillu, duke fillu me marrë mësime, sigurisht leksione prej profesorëve të ndryshme dhe arsimtarëve në atë kohë, e kom vrej që është kjo që unë po e du. Kom pas mundësi ndoshta të jem në pjesën e pak muzikës, në pjesën e artit, po nëse është dashur me bë dallimin ose me nda diçka, sigurisht që gazetaria ka qenë ajo që unë e kom dasht, sepse si fëmijë kom shkëput ato pjesë të gazetës, edhe gjithmonë rubrika rozë më ka bë përshtypje. Do me thonë fotografi të jeta yjeve, hajde ti intervistojmë, shohim se çka po muj me nxjerr prej tyre. Kështu që kështu ka qenë fëmijëria ime. Kurse në moshën 10 vjeçare, kur e udhëheq atë program, unë e kuptova që është ajo që unë du. Edhe pastaj më prej 12 vjeçë nuk e kom dalë. Kështu që goxha një kohë shumë e gjatë, kurse me projektin Zoom që the kom pas rastin me qenë që të falenderoj shumë, ka qenë një projekt që 9 vite, po mu me gazetari 1 dekadë. Kështu që imagjinoje 10 vite edhe të mbetësh pothuajse njëjtë. Pa modesti po e them, jo mundu me rujt atë originalitetin edhe atë mos me qenë thjesht një prezantuese ose gazetare që bën pyetje klishe. Për shembull, unë edhe jashtë kamerës komplimentova për këtë pjesën e tematikave që sjell, sepse një mend kemi nevojë shumë për emisione edhe edukative, po edhe emisione që të
të paktën me mësu diçka prej tyre. Natyrisht. Me mujt me I këshyr me familjar, kjo ka rëndësi shumë. Absolutisht. Dhe mbi të gjitha mos me qenë emisione vetëm për klikime. Patjetër. Mos me qenë material vetëm për klikime, Është por të luftë ketë kjo pjesë. diçka edhe në thelbin e saj. Albin, nëse sot nuk do të ishe gazetare ose prezantuese, cili do të ishte profesioni O, mos se nuk di me t'ja përgjigje këtë pyetje. As ke qenë kur në dilemë, Jo, kur nuk kom qenë në dilemë, a din çka hajt po e marr këtë, s'kom qenë ajo goca që tu shku në fakultet me u regjistru, I kom dru 3 drejtime, jo. E kom dit pak a shumë, sepse dhe pa hyrë në fakultet, unë veç kom marr pjesë në këto angazhimet, sigurisht në atë kohë kanë qenë pjesë vullnetare që I kemi realizu në për shkolla ose në për ambiente të ndryshme, qoftë në I fushat politike ose diçka, gjithmonë kom qenë në pjesën e prezantimit. Edhe sigurisht ato ndoshta sugjerimet, kritikat e vogla që njerëzit I kanë thënë, e gjenerata ditëve të sot me Elvana pa dasht me fol kaq, nuk I marrim për bazë kritikat se thot kush je ti që po më kritikon. Fix. E kupton, e atëherë kemi qenë pak më ndryshe. Domethënë I takoj asaj gazetarie që kur kemi qenë në 16 ose 18 vjeç që na veç kemi pas projektet tona. E tashmë vajzat, pra po tham, nuk është Ka një orientim tjetër. Ka një orientim tjetër, presin gjithmonë prej prindërve, prej familjeve, presin prej partnerit, në anën tjetër nuk mbajnë praktika, sepse mendojnë që gjithmonë prezantimi është shumë I lehtë, e që tash uroj shpresoj do të vedisohemi me e kuptu se dhe publiku tash po e din me e bo dallimin, kush e bën që e do dhe kush e bën thjesht për pagesë. Absolutisht. Unë ashtu të paktën mendoj. Absolutisht pajtohem plotësisht. Albine përmende pak më herët që tashmë emisionin Zoom, që është një nga emisionet më të njohura të showbizit në vendin tonë, ka mbushur 9 vite. E di personalisht, por dua që edhe për publikun ti ndosh me ne sfidat që ke pasur në gjithë këtë rrugtim, sepse të mbash një produkt original, siç e the edhe vetë për 9 vite, vetëm në YouTube edhe atë vetëm online dhe natyrisht ti etiketosh yjet më të mëdha të estradës, për një vajzë të re si ti nuk është e lehtë. Nëse flasim për vështirësitë edhe për sfidat, për paragjykime, ndoshta me raste dhe ofendimet, ka pas ndoshta paragjykime të tipit se ku na dole ti, ose se gjithmonë ishin mësu me qenë në kuadër të një mediumit, që me fol mediumi për ta. Jo ti me bo emër, ka shi vetëm një kanali të YouTube-s. Sigurisht që ka qenë shumë sfiduese fillimisht pjesa e financave. Këto sigurisht duhet me falendëru familjen që ka besu në atë projekt, normalisht edhe të onë, sepse din edhe vetë këtë pjesë sa kushton një produksion edhe sa të vështira janë terenet, po flas jo terenet këtu deri në shesh ose terenet kështu, po nëse një epizod kemi qenë për shembull në Ulqen, në epizodin tjetër je dal ke shku në jug të Shqipërisë. Domethënë vetëm rruga, vetëm sfida e vështirësitë duke qenë famër kanë qenë të vështira, po jo të parritshme. Edhe nëse aplikon dikush tani te unë po flaste në zonë për punë, unë gjithmonë ju them, kur unë ko mujt me e bo, se s'mundësh me e bo te. Në YouTube ka nisë edhe disa emisione tjera, do me thënë nuk kam qenë që I kom thy bariera, sepse ka pas dorën zamër edhe emisione të tjera, po për 9 vite, çdo javë, çdo muaj, çdo vit, kam bet vetëm emisione em. Wow. Kjo më lumturon, po në anën tjetër dhe ma shton përgjegjësinë që duhet punosh, që çdo javë me qenë ndryshe për javës tjetër. Prandaj zgjedhja personazheve, zgjedhja e temave që I prek njerëzit, sepse jo çdo temë është e rëndësishme. Edhe pika e tretë ndoshta është pjesa e trajtimit të panjanshëm, sepse ka shumë rëndësi nëse unë thras ty, te akuzon dikë që të ka bë diçka, ti duhesh me marrë edhe versionin tjetër. Domethënë ti e thua të vërtetën tënde, po publikut ja lajm për me e vlerësu se kush po e thot vërtetën. Pastaj ka pas përveç paragjykimeve që është turp edhe të thua në ekran, ndoshta disa gjëra, normal ka pas edhe shumë thika pas shpina, ka pas ndoshta shumë premtime që jone bashk mund të shkojmë në këtë televizion, jone bashk kështu, pastaj unë mundu me të shfrytëzu në aspektin e klikimit, edhe me të pa ty thjesht si sponsor. Do me thonë, Albina po mundet me qenë self-made, hajde t'ja ofrojna një hapësirë 30 minutësha dhe pastaj t'ja marrim gjysmën e sponsorit. Edhe sigurisht për këtë pjesë jom kujdes që mos me leju me u degradu, sepse showbizi në televizione për dallim nga online bëhet
ndryshe. Televizioni ka disa bariera që ti s'mund ftosh bash tamam se cilin personazh, kurse kur dolen këto personazhet e TikTokut, atëherë thash ngadalë Albin se dohet me u mundu me bë diçka tjetër, me ndru pak qasjen nga shi personazheve, se po jetojmë vetëm në kohë të viralitetit. Nëse nuk i ndjek sa shumë, nuk vjen ty në emision dikush. Nëse nuk e ki Instagramin e verifikum, ka qenë shumë problem për me hy edhe me u qas ndoshta në temat, a vetëm YouTube. Do me thonë pyetja që sot e asaj dite unë e urrej, është vetëm YouTube. Do me thonë unë ja përmendi kur gjë. Do me thonë unë ja përmendi krejt platformat ku na mundemi me qenë, e i thëmë, po kur e këndes televizorin herën e fundit? Jo, men se maj. Po pikrish për këtë arsye na nuk jemi në televizor, se nuk është që të shikon njeri. E kur e përmenda pjesën e thikave pas shpina, sigurisht kanë qenë redaksit të ndryshme ku unë kam punu, sepse për ta mbajt gjallë në Zoom është dash me punu nga 2-3 puna, se thash ka qenë një projekt i kushtueshëm, edhe jonë mundu me ta marr emisionin, jonë mundu me të shti sponsora dhe ty mos më t'jap të pak të nas 2 euro, se tash po t'i llojmë si muziko dhe gëtinjo me a 2 euro të famshme. Edhe thjesht ka pas njerëz ndoshta që kanë thënë ju besoni kom ndihmu, ndoshta as një gotuj nuk ta ka qit kur i ke shku në emision. Wow. Edhe ka pas të tilla raste që Amrem ka qenë për folur për shembull në redaksi tyre se po vjen kjo tash na merr punën. Edhe ndoshta kom pas kontratë në shkruar dhe kom thonë jo se njerëz nuk du me mendu që unë pja u marr bukën, ma mirë po qëndroj këtu ku jam edhe jam në komfort zonën time, jam shumë e lumtur edhe thjesht nëse aq sa marr, pak shumë bilion të mia. S'kam nevojë mja ndokër për përqindje. Kjo pjesa e fundit Albin, gjithsesi ne jemi shumë të lumtur të paktën personalisht që karshi krejt këtyre sfidave të cilat i ke te i kalu, ti vërtet ja ke dal, vazhdon sot me qenë të treg, vazhdon me pas. E kuptoj, absolutisht e kuptoj, vazhdon me pas një nga emisionet më të suksesshme, pavarësisht që është vetëm në platformën online, dhe natyrisht kjo është një mesazh i mirë për të gjitha vajzat e reja të cilat duan të hyjnë kësaj rruge që nuk është e lehtë, shumë e vështirë, por definitivisht është e arritshme. Edhe normal shkollime bën të mundur këtë pjesë, se unë shoh shumë vajza të reja që çka duhet me pas për me hyrë në ekran ose me pas prezentem, me pas emision me prezentu. Oj vajza, thëmë e fundit është prezantimi, njëherë dosh me u kalit mirë në terren, sepse terreni ty t'i jep njëja. Po feks. Terrenit bën gazetar. Patjetër. Mirë, Albin, është koha që këtë emision ta nisi me një pikë muzikore për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në valët e Radio Kosovës, ndërkohë që ju asesi mos u largoni nga kanali jon, sepse siç e shihni me Albinën do të kemi shumë çka për të biseduar. Rikthehemi pas pak. Miq të dashur, jemi sërish bashkë në valët e Radio Kosovës, se tash është koha që Albina Zeneli të bëj hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. Ta shohim se ku bashkë do të lundrojmë me të dhe në perspektivat e jetës së saj. E gati. Zgjidhe një kartë nga e kaluara. E kaluara. Në fillim, në mes, në fund. Me marr? Po, ku të duash. Okej. E zgjedh dhe ma jep mua. Mos me shiku do Mos me shiku. Okej. Cila ishte situata më e fundit në të cilën keni ndjerë se duhet të kompenzoni? Çfarë ndodhi dhe cilat ishin rezultatet? Për ta thjeshtësuar, a je person që i kompenzon situatat në jetë? Varet për kë bëhet fjalë, edhe varet për çfarë situata. Unë gjithmonë them që në jetë, ose kur takon persona, gjithmonë do jesh ose personi më i mirë për ta, ose më i keq, varet në çfarë situate kam pas fatin, ose fatkeqësinë më taku, po persona të cilët meritojnë, po, pse jo. Kompenzon situatat për ta mirë. Cila ishte situata më e fundit që ke kompenzuar, kujtohet? Situata jota më fikse s'm kujtohet, ndodhen në raport me punë ndodhen shumë. Kështu në privatësi jo dhe aq, po sot po flasim për punë, Elvana. Jo, po flasim për ty, do flasim edhe për privatësinë ka pak. Situata fix nuk po më kujtohet, ndoshta gjatë bisedës mbien mend, po që ka ndodhur shumë. Ndërkohë që të tjerët, a janë kompenzues ndaj teje? Kur? Asnjëherë. Kjo më vjen shumë inat, se dhe si një peshore dinake që mundohem me qenë kur s'ja dalë se gjithë vrehem. Kështu që jo, mendoj që bëj shumë, kompenzoj më shumë se sa ta për mua. Dhe si reagon karshi situatave, Albino? Ka vjet ku që duron, apo si është e lë të rjedhin?
Bile shumë përvoja kam, ndoshta deklarata publike që fiks për shkak të mos durimit, ja kam pa edhe sherrën. Jo, nuk duroj hiç. Edhe shumë vetje e keqe, po ç'a të bëjmë. Jemi në rrugë drejt përmirësimit. Inshallah ja. Mundohemi një deri në 10 në situata tjera Te dyshin. Çfarë vjetë Elvan shumë. Mirë, megjithëse dukesh që je kështu tipi qetë si person. Hajde tregojmë çfarë është Albina në. Te familjen tregon se gjithmonë ose kur kemi qenë vegjël, mamoj se kjo s'duket, mami, hajde në shtëpi 24 orë dhe më të tregoj çka është kjo. Po, mundohem. Kështu që pak e kundërta prej asaj që dukesh, ë? Po, kisha thënë po. Përvoja për të mësojke që mos me pas shumë durim ka shi njerëzve që për një mend nuk e meritojnë. Din me të keq përdor. Shumë. Të na ka raste shumë. Të ngjashme. Cili është keq përdorimi i fundit me cilin je përballë? Edhe prej kujt? Elvan, unë edhe muj medalj prej studios. Jo, medalj ne nuk lejojmë. Përdorimi i fundet, po bëj hajgare, keq përdorimi i fundet. Kjo, ndoshta ja ke besu dikujt një lajm ekskluziv, i ke thonë hajt për para, e ka shit lajmen. Ti ja ke thonë, për shembull unë ty më ta jep një lajm ekskluziv, rrugto ti në emisionin tënd, mu s'po mdohet rrugto ti se nuk është e lëmis të showbizit, u që e ka shit edhe pastaj ka thonë, kjo më ka thonë me shit edhe mja dhanë Albinës pjesën e vetë. Wow. Po. E prandaj në telefonin tëm kur nuk fshihem bisedat, se e di që ka të tilla njerëzit për famë dhe klikime bojnë gjithçka. Ama harrojnë që ato klikime ikin edhe njerëzit kanë me u përballë çdo ditë sepse jetojnë këto. Unë gjithmonë bëj shaka për shoqe që dojnë me ndru vendin. Thoma ndodhi diçka shumë e madhe dhe që po shkon po ik prej vendit tënd. E thot po thot nëse më kish ndodhur një situatë e tillë me dikë, valla po ne s'kisha bë kompromis e kisha ndru vendin. Jo mëre po. Si ke reaguar ti Albin karshi këtyre situatave, se këto situata janë akuza konsideroj kogja të rënda për një vajzë të ri. Patjetër si që po. Normalisht pjesa e kërcënimit është goxha i madh, sidomos shpifja me u mundu me ngjit gjëra që ndoshta edhe nuk i ke bë. Si fillim, si vajzë e re, normal që ju mundu me u qas në të njëjtën mënyrë, po e kom pas që nuk mundësh ndryshe, edhe tash reagoj me qetësi, thëmë veç a ki fakta. Mi është bo virale shumë herë në për debate, a ki fakte, nëse ki fakte, one po ullnat e te dhe po t'ja përgjigje pse ko mujt me bo a gjë. Po përderisa nuk i fakte, nuk i fjallë në rretës, tashma inteligencë artificiale dhe po i manipulan, po ndoshta rasti fundit ku është kesh përdor ka qenë po e tham ekskluzive për herë parë sepse akoma njerëzit nuk e din, që në zomë nuk ka qenë me Instagram prej 4 muajsh, pikërisht prej një mediumi në Shqipëri, që na nuk kemi pranu me bashkëpunu me ta, edhe pastaj për lajme të ndryshme që na i kemi postu, i kam bore për të faqet e tyre dhe është mbyll Instagrami për 4 muaj. Edhe për ta rihap, da kanë kërku një shumë prej 5.000 eurosh për ta hap, do me thënë. Edhe patjetër që nuk kom pranu sepse s'kom ra prej e provokimeve të tilla, i kemi dërgu email rrjeteve sociale që ai lajm nuk ka qenë ekskluziv nga ana jon, edhe ka vënë kthimi përgjigjes gati 4 muaj, po javën e kaluar shqyr zotit është marrë vendime dhe Instagrami është kthy. E kjo ka qenë ndoshta një prej thikave pas shpinës që ti ju shkon në emision mundosh me ju bë klikime, me nxjerr ndoshta gjëra që ata të kërkojnë, veç hajde të bëhemi viral, edhe në fund ata çka të bëjnë që ti përshtatesh me kushtet e tyre, e kupton, mundohen me të njollos. Kjo ka qenë e fundet. Kjo është fatkeqësi e madhe, por fatmirësia në këtë pjesë është që ti ke dalë fituese, ke rikthy Instagramin. Po, është edhe tash po e ruaj kështu si fëmijë. Si fëmijë tëm. Çka thotë tash në këtë pikë, si dhe një part? Hajde, ç'kjo po më intereson më shumë se unë gjithmonë them Elvana që njerëzit ose gjërat që janë të kaluara në lëri aty, se me qenë të hajrit të shinkon me neve. Përderisa s'janë, kjo i bie që Zoti ka dashur mos më i pas. E vërtet. Intelektualizmi është një mekanizëm mbrojtës në të cilin ne mendojmë shumë për të shmangur ndjesinë e dhimbjes, frikës apo trishtimit. Për shembull, pas një divorci, një person në vend që të jetë në kontakt me emocionet e tij ose të saj, merret ekskluzivisht me çështje praktike dhe administrative. Kur dhe si e përdorni intelektualizmin si mekanizëm mbrojtës, jep një shembull. Nuk ke nevojë të përshtatesh për intelektualizmin e përdore ndoshta jo veç në debate me njerëzit, po e përdore në takimet për shembull për
sponsorat për gjetjen e fondeve. Është shumë e turpshme nëse mendon dikush se një redaksi kërkon marketing edhe pas kanë marru janë të shkret. Unë këtë e kam has në fillim, madje nuk besoni në pjesën e shkollimit, e masterave, e trajnimeve gjëra, edhe në fund kush është pronar të jeja, do më thonë kjo ka qenë një pyetje që edhe nëse mbëhet sot, për një me reagoj shumë me fanatizëm edhe me vroll, që pse s'po ta mbushi syrin, ose hedhi një sy si visime është e mbushur plot. E ndoshta pjesën e intelektualitetit të përdore, se tash e një vit e gjysmë janë pjesë e jetës akademike. Kjo ndoshta më ka bërë që me ndru njerëz pak, mos me i taku vetëm ata të rrugës dhe qytetarë që me raste dhe nuk janë shumë të informuar, se s'mund të them të shkolluar, po nuk janë të informuar dhe ti dal për me bo një pyetje komplet tjetër, edhe ata dalin një pyetje jo po se politika ashtu, politika kështu. Do me thënë e kanë zemrën e lënduar edhe mundohen në ekran me i pasqyru problemet personalit që mund të kenë, edhe normal këto është dash me tregu pjesën që ka dalë se na nuk jemi veç emisioni rrugës, se ka pas edhe paragjykime. Ajo jeni që ata të TikTok-ut që po delni në përshash edhe pi merrni në pyetje. E tani mundosh mja u spjegu që jo bre se ka dalë, është dikush që edhe është shkollu, edhe që ka dalë më të ndihmu për naj pyetje, edhe mos me shfrytzu thjesht imazhin e tij për klikim, e pastaj kur ai bëhet viral, ka pas shumë raste që kanë ardhur të zyrja. Jam shumë keq me shëndetin mendor sepse është bo hor me një deklarat që e ka dhënë të edhe që shi montojnë të na gjërat edhe që shi nxjerrin prej kontekstit, po mu nuk më dohet ai klikim, kështu që këto jo mundu me i tregu që nga dalë son punoj edhe këto, nga dalë son e kam edhe këtë pozit, për son nuk e kom bo vetëm për me mbjetu një vjetë edhe me mshel, e që aty mundohem e shfrytzu pak këtë pjesën e ke pasur raste, Albin, që je detyru me fshi ndonjë deklarat ose ndonjë reels që po i thonë tash për shkak pikërisht këtyre reagimeve? Tjetër që po. Ka pas shumë raste, sidomos këta cilët nuk janë shumë të aftë për me fol, po folin njerëz që ndoshta janë me ndonjë sëmundje, epilepsia ose autizmi ose diçka. Kemi bu ndoshta raste, bile i fundit ka qenë vjet për 8 mars, jemi mundu me shku te ginekologjia dhe kemi has ndoshta në njerëz që kanë fol, po pastaj janë bo pishman ose i ka thonë dikush të shtëpia diçka pse ke fol. Na si qenje e but që mundohemi pak me pas kompromis karshit gjinis mashkullore, gjë që për mendimin tam nuk dohet me bo. Te jap mendimin tënd dhe normalisht që kërkush s'mundet më gjyku sepse është veç opinioni jam. Ka pas raste ku jemi detyru në mirë kuptim me bo, po ka pas edhe personazhe publike që nuk janë sill mirë edhe s'ka shanse, jo nuk heket. Do me thonë krejt varet për çka po flitet, për çfarë tematike dhe kush është pjesë e intervistës. Folje pak më herët edhe për kërcënimet, cili është kërcënimi më i egër ta quaj që e ke marrë gjatë karrierës? Më i egër. Këto më po vite zyrja e po kompjuterat e thej, di që kur s'mu ka thy as një kompjuter, as të zyrja nuk o ardh, po ndoshta një kërcënim që kësha mujt me e cilësu, ka qenë për një personazh si lloj modele, si blogere në Shqipëri, i kapi mat në një restorant Prishtinë, bile kjo pjesa kapjes mat nuk e di as pse u bo e madhe, se në restorante si kap mat, në restorane dhona dhe te edhe me këndo me partnerët tanë muj me dal. Unë nuk kom shku, i kom thonë o bërë të shpis, e që më pengon mu shumë është pjesa shihemi në gjykat, adën kjo në skursi në po me kërkan, ape kuptan. Pra janë vetëm fjallë? Po, janë vetëm fjallë, sepse ai person që dënë në deklarata për jyve të estradës. Po, jo po në pe badit, jo shkon polici hollëm të kur s'padit kërkush. Për çka se ai vetë din që e ka bu një veprim të tillë. Edhe kur ja qeti fotografinë afër, normalisht që ai stepet edhe thot, "Ok, po a mund është bre se po mprish punë." A nëse kështu, normalisht që secilit person ja merr zemrën me të mirë, po ndoshta kërcënimi i fundit, mos se kjo është i rrezikshëm, shife se kush është.
Për shembull për Big Brother tash së fundme, për ish personazhe që dalin edhe bojnë bujen, sa u pagu, sa nuk u pagu, mundohemi me hi pak edhe për te hi asaj që duket në ekrane, po ndoshta i fundit ka qenë kjo që kana dole te, ose do të vi ta bëj kështu, po bëjrëm që nuk është që nëse kam fakte, okej, nëse ti ki fakte, e paguj gjobën e dënimit edhe kaq, do me thënë s'mbaron karriera me një kërcnim, me nis me u friksu edhe me u kthy për secilin fjali që mund të marrim, ore njerëzve s'ju pëlqen, unë gjithmonë e them, unë jam për me e dhënë informacionin, as mos unë këshur çka kam vesh, as mos unë këshur si po dukem, për shembull një fije floku del që to shqiptari çohet komenton, pse si ke ndresh flok. Kjo është pak që po du me ndru këtë, me tregu që pjesa e podcastit edhe pjesa e një bashkëbisedimi është si mu në kafe. Nuk është gjithmonë që dosh me urujt me qenë Barbie kukull. Fiks. Çka thotë e ardhmja dhe e fundit fare për këtë raund? E ardhmja. Së ndoja si zonja meri. Moj Elvan që në bonëm. Hajtë, po e marrë të fundet. Hajde. Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Për të përmirësuar ose zgjidhur temën që po diskutohet, mund të jetë më mirë të bëni disa ushtrime ose aktivitete të tjera fizike. Cilin ushtrim apo aktivitet do të zgjidhnit dhe pse? Për ta thjeshtësuar pyetjen. Kur kalon nëpër gjitha këto sfida, nëpër gjitha këto kërcënime dhe suksese, punë të përditshme që ti veç i përmende, në kohë të relaksimit të gjithë këtyre temave, cilin ushtrim fizik e preferon më shumë, merresh apo s'merresh fare me ta? Më herët jo marr shumë me aktivitete fizike, madje muj me thonë lirisht që paradite fitness, kurse mas dite është një tretman madero, është një tretman që bëhet jashtë, të ne hala nuk ka nis me qenë e pranishme, ajo më ka ndihmu shumë në pjesën e relaksimit, është pak ndoshta si yoga, po e kombinume me disa ushtrime, kurse tash jom rikthy, para 1-2 jave jom rikthy përsëri në palestër, pas një vite munges. Normalisht aktiviteti fizik ju dohet gjithë secilit edhe lumaj që ka mundësi edhe kushte me bo. Nuk jam idhtare shumë që nëse shkoj çdo ditë jam adën fajtore, jo as pak, por që mundohem të paktën me pas shëndetin në mënyrë më të mirë të mundshme edhe ushqimin, paçka se vetë the kjo jeta dinamike na bën që këto ushqimet e shpejta me i marr kështu, po gjithmonë e them pse mos me i marr me vete, për shembull, ata cilët kanë mundësi të paktën 30 minuta para se me dal. Po nëse është dash me zgjedh, po qëndroj te pjesa e fitnessit ose ecjes në natyrë. Gjë që e thojmë shumë, po unë si u besoj atyre që thonë çdo mëngjes unë dal në gërmie dhe eci. Nuk e di dyshosh më duket sikur u bë rutinë. Ndoshta më herët kemi dal, po tash edhe këto kushtet atmosferike nuk po i dihet, po kisha pas shumë qaf me nis ditën mëngjes me aktivitete, po ja që dita ime herë nis në ora 6:30 mëngjes, herë në ora 8, kështu që përveç pasdite diku është pak e lodhshme tash nëse ti shkojnë pas dite pas 2 punave që i ke bo, ku do gjesh Elvan energji për me shku, kështu që këto ndoshta seansat e dobësimit ose diçka cilat janë 20 minutëshe ose 45 minuta, po mundohemi të paktën 3 herë në javë. Po që fitnesin nuk mund të askush me bolum ata që e bojnë çdo ditë. Gjithsesi nuk e lën veten anash para. Jo, mundohen diçka me Mirë Albin, shpejt kaloj raundi i parë i hapjes së kartave, tregom si je në këtë pjesë. Shumë mirë, po m'pëlqen. A ka hala mundësi? Ka ende edhe 2 raunde karta shikemi, tash është koha që të rikthehemi sërish muzikës për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, ndërkohë që ju asesi mos u largoni nga valët tona, sepse siç e shihni Albina Zeneli ka shumë çka për të zbuluar nga perspektivat e jetës së saj. Me që jemi sërish bashkë në valët e Radio Kosovës, se tash është koha për raundin e dytë të hapjes së kartave të hyneshës ime personte, Albina Zeneli. Ai gati. Po. Zgjidheni kartë nga e kaluara. Hajt, po. Të mesit, a? Po, bre, nuk e di pse. Me mesin e artë, Albina. Sot po qëndrojsha në mes. A jeni ndirë ndonjëherë në faj për të thënë jo dhe kur ishte? Në faj për të thënë jo. Dja u kon një rast që a ti thama, mos ti thama, ka qenë po pikërisht për një lajm,
hajt bëje, jo mos e bëj, hajt thash ti përkrahëm, ka të bëj me kështu agjencione turistike që hapen. Do i ke lajm, por nuk di ke se si shkon komplet marketingu. Ai mendoj që gjithmonë në çdo platformë unë të më shku, hajt ta jap një pushim falas, unë s'kisha nevojë për pushim, pja themi custom, po ishte shumë njeri i mirë që e donte dëpërtimin në treg, edhe mu dhim shumë, po thash jo, për zotin, thash këto janë adën mundësi tona që muj me i bo, po hajt thash ka prilli, maje, dëgjohemi prap, edhe gjithmonë Elvane kam një të mirë që nuk ju thëm po nëse s'muj me e bo. Kështu që unë e di që ai zotria e ka kalu emailën e tij dhe unë e kom shkruar te notës edhe kom lanë madje edhe alarm në fix datë që duhet me e thirr. E kjo ka qenë ndoshta ka shumë raste që me thonë jo, po nuk është marrë me thonë jo. Normal duhesh me i këshyr pak edhe për shtatjet e tua. Unë më herët ju mundu me u kombinu pak se që ju ka konvenu artistave. Hajtë se kjo vjan ose hajtë se kjo ka dëshirë me marrë mu në emision. Edhe jo në vënu me dashe, i kom pa dhe e kanë tregu tamam që po, mërë hajtë se jo media t'jeni mësu me prit, e kuptan. Po vike një moment që po dohet me respektu vetën, shkollimin, karierën, bagashin, po, edhe me thonë kjo është ora që na i kemi gjirimet, si kur të sët, unë me thonë jo, valla, den pritëm të se tim keftu mu, do është më prit. E ndoshta na gjeneratat e reja po mundohemi me i vedisu njerëzit. Babi gjithë bën shaka me këtë pjesë të dole, të me mësu këta tjertë, po e zvazhdoj rrugën tonë, këshyre shkollimin tonë, drejtimin tonë, dhe në trafik, ndoshta është pjesa që as nuk na japin përparësi, ose nuk janë fare të durueshëm, kur e shohin ndoshta një vajzë në timan, ose këto ndoshta janë disa prej rasteve që ballafaqohemi, po jo të papërballueshme. Po ty, Albin, është të në shpesh jo gjatë rrugtimit të në profesional? Po, ma herët po, normal. Sidomos para se me pas emisionin kur kemi punu te dikush tjetër, kjo politika redaktuese e ka vot vetën, nëse ma herët ka ndodh një aferë shumë e madhe korruptive dhe ty të ka thonë kryeredaktori që jo, edhe me të madhe, që nuk guxon me postu, në ndërkohë ty vlën barku se ki informacione dhe din që me atë lajme siguron ndoshta karrierën tënde stabile për shkak që është një lajm që e ke ulumtu prej vitesh, edhe në fund ndrohet kryeredaktori dhe thot jo, i kaluari thot po, pa tjetër, bravo, je gazetare shumë e mirë, po tjetëri thot jo, më se qetë. E kjo paka shumë këto padrejtësi kanë qenë që unë e kom vendos me e bo vetë, jo të tjera, po, sigurisht bashkëpunimet të ndryshme që nuk mundesh me u përshtat ose me kushtet që ata i ofrojnë ose te, edhe vendos me i thanë jo që mi u shmang një probleme gjatë rrugës. Jo kove të fundit, une, se tash përkthena prap të pyetja më herët, une jo kove të fundit ju kom thonë bashkëpunimeve cilat janë në Shqipëri, gjatë ditëve të javës, për shkak që po jam e angazhuar në pjesën e pothuajse ligjërimit, edhe nuk po moj me uthu, edhe tash nuk po mund është bashkë se cilit bashkëpunime i thamë po. Po, natyrisht. Po si që ndronë me po në anën e kundërt? A thot shpesh po, Albina? Shumë shpesh. Po, më rëhajtë se e bojna. Në biznes, Elvana nuk do të me thonë asë një herë jo. Kom pas për shembull raste ku ka qenë një hapje, një beach bar, ose në Shqipëri, ose kudo, vendet bregdetare, edhe ndoshta nuk kom pas shumë pare me vete, edhe kom arë me qira dranë, për shembull, se nuk kom mujtë me ardhë me e bom, po se më duhet droni për pjesën e hyrjes, po, më stanin aty do jeme. Tash imagjinoj sa sfidues është me i bo 2 shqiptar bashk, një zëri e lere më 5-6 persona ekip që vetëm unë isha vajzë. E kjo më ka karakterizu gjithmonë që kam punu me gjinin mashkullore që pak ju më rujton, pak më kanë rujt ata mu, edhe kom pas fatin që ose kemi qenë një gjenerat që jemi shkollu në vendet e njëjta, ose kemi qenë gjenerat e njëjtë që kemi punu në vendet njëjta dikur. Edhe ata kanë ditë paka shumë se cila është vizioni edhe misioni, kurse gjenerata e re tash
këta 18 vjeçart 20, e shohin jetën pak më ndryshe, mendojnë me punu në 3 vende dhe thonë unë jam top me energji. S'mund t'jesh. Do me thënë po punon në lajme para dite, mas dite po vjen në Zoom, natën po punon në një punë Amerikë me remote. Do me thënë kur don me pushute me flajt. E që ata po e vrej kjo pjesa që unë du të bëj pare, po e harrojnë familjen, e harrojnë vetën, kështu që pse mos me pas një pag simbolike që t'i plotëson nevojat edhe kërkesat e tua, pastaj me shkollim dhe me përvojë ajo rritës, se nuk ka mundësi tjetër. Natyrisht. Çka thotë tashmja në këtë pikë, si dhe një kartë? E tashmja ishte kjo. Hajtë po qëndroj. Te fundit, se nuk e shikova. Ndarja është një mekanizëm mbrojtës në të cilin një person shpreh ekskluzivitetin e tij ose të saj, duke përjetuar botën vetëm në kategoritë bardhëzi. Për shembull, një person që është ose i mirë ose i keq. Ata kanë bërë gjithçka ose asgjë. Rrethonat janë ose ideale ose katastrofike. Kur dhe si përdorni ndarjen si mekanizëm mbrojtës, jepe një shembull. Kam përshtypjen që je person që i ndohen gjërat. Nuk shet gjithçka bardhëzi. Normal. Kur e përdor ndarjen si mekanizëm mbrojtës në jetë në përgjithësi? Kur e shet që mas shumë tentimesh për me rregullu një raport, pala tjetër nuk është e interesume, atëherë normal që i ndan gjërat e që po thotë e vendos vjen e kuqe dhe s'ki çka më me bo. Tash për ndarjen e gjërave në raport me mediat ose profesionin, s'është që kam ndaj shembull për me dhënë, sepse njerëzit që dojnë më ardhë ose mysafir pak a shumë e din, sigurisht që e di për shembull natyrën e emisionit tënd. Jo më kom hulumtu për Elvanën edhe kom pa që ka një emision modern. Po ndoshta në jetën private është kjo pjesa që ti toleron, hajtë se bëhet mirë, po mbajeni në mend, një person nuk ndryshon kurrë. Sidomos nëse i ka kalu 25-6 vite jetë, është e pamundur me ndru personalitetin e dikujt. E vërtet. Normal, nuk mundet me qenë mënyrën më të mirë të mundshme, sepse ty s'mund të ndërrosh një person, tamam puna, po ka shumë benefite të qenurit, për shembull imazh thëmën e VIP ose kështu. Very important person, unë mendoj që në Kosovë nuk ka të tillë ndroje shifoj, se VIP është Rita e këto vajzat, Majlinda e kështu. Unë konsideroj VIP vetëm treshën e spektrit politik të Kosovës që udhëheqin shtetin. Edhe ata mund të jenë deri dikon, normalisht persona të rëndësishëm, po. Të tjerët jemi figura publike. Po, ose nas për shembull që e kemi një impact më të madh që fjala jonë mund të më pas pesh. Te kjo pjesë do ndalësha, duhet me e bën ndarjen që nëse ty të thirr dikush në emision, ti mos me i leju me ta nxjerr intervistën prej kontekstit. Kështu kam shumë probleme me mediat. Bile nuk ka kalu as 2 muaj plot që unë e kam dhënë një deklarat për kryeministren edhe është nxjerr komplet prej kontekstit. Edhe normalisht të bona tabelqitje e komenteve të shumta, po me thënë drejtën as që jom hi me i lexu. E kom ditë që njerëzit kanë me fol, kom dalë një intervistën e radhës, kom thonë ju lutem, dëgjojeni, deri në fund deklaratën. Po, dëgjojeni deri në fund, se nga njerë po ka shumë rëndësi edhe titulli që i vendosim deklaratës, se nuk e dëgjojnë deri në fund. Nuk e dëgjojnë, mendojnë që e marrin të mirëqençat fjalë të fillimit, edhe s'kan dure me bojnë skip edhe pastaj veç hajt po komentoj. Po për komentuesit më herët, ndoshta edhe ja u kom kthy, edhe në ka ki personale, hajde sharojna, mos del publikisht me fol se jetu gabu, tash mas nuk brengosëm, veç jeshe profilin, edhe në thëmë gjurna këta, ku me ditë si janë të lumëtur me jetën e vetë, se me kanë të lumëtur edhe me bu diçka në jetën e vetë, këta s'këshin pas kohë dhe mu ullë edhe me të shiku, po në fajnja u vë dhe medjave, sepse për një me janë shumë ashtu si këpurdhat pas shiot, edhe nuk për erujnë më këtë pjesën e etikës. Shife se kush e plagosi shife çfarë aksidenti, do me thënë, komplet fëtën në ballin. A mendojnë ata që ka jetë për ta pastaj? Po. Ose këta që dalin në reality show, që shkatrojnë për shembull jetën e një femre, dalin me foto, dalin me gjëra me femra të tjera, mëra mendoni që keni mura hatu në jarë. E kjo është ndoshta pak që isha mundu me nda, që deri që të duhet shkohet privatësia. Nëse nuk e punuar 10 vjet të jetës tënde,
pse me jetu një vit me u kliku edhe ma i merr ato like, i investon pa ka rëndësi, kush je pastaj? Ty njerëzit do të mbajnë mend gjithmonë për një deklaratë skandaloze. Në këtë pikë Albin unë them gjithmonë që liria e shprehjes është tepruar edhe degraduar. Patjetër që dhe po. prandaj po ndodhin këto Ose fenomene. panele e ki përballë dikë ndoshta që është student që me 100 euro e ka marrë krat, shkon e voton për shembull lëvizjen vetëvendosje, normal pa dash me bo pjesë të politikës këtë gjë, kurse është dikush tjetër që thot jo, po se na ka shpërlat trurin, e tash ti je në panel me ta, ti as nuk mënesh me u zgju me thonë, o, ka dalë se nuk është ashtu qysh jetoj pa titoj në media. Është Kosova e mirë e keq që duhet me dash, sepse duhet me jep kontributin, që të paktën me tregu se e kemi një gjenerat të shnosh që lexon, edhe që sheh. Pastaj kur është pjesa e mungesës së kontekstit, është pak edhe kryetari i Prishtinës që ai nuk e ka dhënë një deklaratë ashtu. Kur ka kolona, lexoni libra. Po, e nxjerrën prej kontekstit. Po, tash besoj e ke dëgju. Po, patjetër. E nxjerrën prej kontekstit atë gjë dhe tash po e bullizojnë me këtë pjesën që kushdo që po e sheh. Po gjithsesi e mira ashtu që mediumi ka kërkuar falje për këtë. Patjetër që po, ka kërkuar falje, po nuk është e mjaftueshme, Elvana. Natyrisht, në disa raste. Nuk është e mjaftueshme. Çka thotë ardhmja dhe e fundit fare për këtë raund? Se ka shumë personazhe që sa falen për zotin, jo, e majnë me vite hatërmbetjen edhe shiku. Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një qëllim për cilin do të punoni. Çfarë zakonesh pozitive duhet të prezantoni, forconi për të realizuar ndryshimin që dëshironi. Si do ta bëni këtë? Në një të ardhme të afërt, ka Albina ndonjë qëllim për cilin do të punoj dhe cilat janë zakonet pozitive që do të forcosh apo prezantosh për të arritur këtë qëllim? Kemi mendu që jo më largë se në fund të muajit shkurt ose fillimi marsit, tjetë një podcast e komendu, po më ka marrë shumë ko pjesa e skenarit edhe tematikës, se nuk po du diçka që e kanë bo, për shkak që pse me u përsërit. E ardhme ndoshta tjetër që normalisht planet janë ato që ne i bëjmë, po janë gjithmonë këto e ka shmuaj, s'mund bësh ti plan se ku do jem pas 2 ose më shumë vitësh, se edhe duket sikur mësyshe i ka pa to. Normalisht pjesa e zgjerimit, tashmë jemi bo edhe produksion që gjirojmë edhe videoklipe, edhe reklama për biznese të ndryshme, po mendoj qëllimi do jetë pse mos me bo një akademi ku të rinjët mundën përveç ligjeratave, praktikave, mundën me u trajnu, me qenë se krejt pajisjet i kemi, me ja u jap një mundësi që ata me dalë në teran, për shkak që fakultetet disa jo ofrojnë, po normalisht për shkak të numrit të madh të studentëve nuk kanë mundësi gjithë, edhe me bosi një lloj, s'po them më sim plotësues, se është më shumë për shkolla, po me bosi një lloj akademia ose trajnimi ku studentët kanë mundësi që me u trajnu, qoftë për kamerë, për aparat, qoftë për pjesën e gazetaris, po pse jo edhe për prezantim. Shkurt Albin, se jemi në minutat e fundit të kësaj pjese, cilat janë zakonet pozitive që ti duhet të prezantosh tek vetja ose tek të tjerët për të arritur këtë qëllim. Shumë shkurt. Zakonet pozitive, sa pak probleme fol për vetën, po një mësimit nuk i thëm jo asnjëherë. Nëse dikush ma bën një pyetje, më vjen shumë tort mi thonë jo, nuk e di. Do me thonë nuk pritoj me mësu një gjë të re. Pjesa e oratorisë që ndonjëherë edhe e teprume, po që me bosh që kjo përvoja pak në Shqipëri po bën që edhe ti me mësu ritmin e shpejt të tyre, edhe ndoshta zanat jenë hap me kohën. Do me thonë s'mundet më tik asnjë gjë qoftë rrjeteve sociale, qoftë në media, se veç që e sheh jashtë se çka bojnë, se fatkeqësisht në Kosovë dhe mëtej, nuk është që kemi ndonjë shembull që tu është po e marr këtë, po kam qef me i këshyr pak edhe mediat e huaja se çka bojnë. Mirë, shumë e bukur kjo, për te i krejt kësaj, për te i krejt këtyre angazhimeve, sa ka kohë për muzikë dhe sa dëgjon muzikë Albina dhe jo pashkas po ta bëj këtë pyetje. Muzikë çdo ditë, qoftë në makinë, qoftë derisa bona gati në mëngjes, po edhe në zyre, secili mundet me i pas kufjet e veta, po prap se prap nuk mundem. Bile mendoj gjithmonë që një person pa muzikë nuk ka as inspirim.
Nëse bën një tekst për portal, prap ki me dëgju muzikë, e fton një personazh ka me qenë prap i involvuar në pjesën e muzikës, kështu që krejt kohën jam. Mirë, cila do të ishte një këngë që ne mund ta plotësojmë sonte vetëm për ty në valët e Radio Kosovës? Një këngë. Vetëm shqipa, Shqip, po. këtë edhe. Okej. Kënë zonë ngusht këto ose për shqip. Hajde se ti ke punë me artista. Kretë më thojnë kështu, e ka qitë këngën, jo halos të dëgjova e qush mojtë speden e Ti ke punë me artista. Po qa me thënë Elvana, për zotin. Një këngë të preferuar, një artist të preferuar. Me tekst eksplicite, larg kësaj pjese. Po ndoshta një që kish shku me ndrimin e kushteve atmosferike, kish me qenë ndoshta MC Kresha Era, është një prej këngëve që... Një përzgjedhje shumë e bukur. Na përshtatet besoj këto ko. Mirë, unë do të los deskun e muzikës që dëgjojmë bashkë MC Kresha dhe këngën e tij Era, vetëm për dëshirën e hyneshës sime personte Albina Zeneli, ndërkohë që ne rikthehemi vetëm pas pak me raundin e 30 të fundit. Qëndroni me ne. Kemi dëgjuar kështu bashkë MC Kresha dhe këngën e tij Era, vetëm për dëshirën e hyneshës sime personte Albina Zeneli, e cila në 2 raundet e para të hapjes së kartave të jetës së saj shpalosi shumë detaje nga 3 perspektiva të jetës, por kemi edhe raundin e 30 të fundit e dashur e gati. Me cilën me një fillu kart nga e kaluara, gjithmonë me të kaluara të fillojmë. Numrin 8 unë e kam e fat. Se kam edhe ditëlindjen me 8 tetor. Edhe krejt projektet jo mundu me i lidh me datën 8. Interesante kjo. Është numri 8 me fat e Po, edhe parking shumë shpesh më dalë edhe në biletat të kinemas, rastësisht ama. Mirë, në lidhje me ato që sapo keni diskutuar, çfarë mendimesh pozitive përjetoni më shpesh? Kur kthehesh në gjithë kaluarën tënde, në gjithë rrugtimet e jetës personale dhe profesionale, çfarë mendimesh pozitive përjeton më shpesh? Mendime pozitive, po e them një rast që ka ndodhur ndoshta javën e kaluar. Kishim kështu takime familjare, edhe babit po i thojnë, babi jam e ka emrin Trashigem, është një emër goxha i veçantë. Nëse ma herët më kanë thonë vajza e trashigimet, tash babit po i thojnë babi Albinës. E kjo ka qenë një ndër ndjesit më të bukura që e kom përjetu po them së fundme. Po, ka komente për shembull pozitive kur ti bën diçka në të mirën e vendit tënd, ku njerëzve ndoshta ju shpëton jetën ose një komuniteti të vogël, qoftë me një lajm që një rrugë është prish, ose qoftë me një lajm ndoshta në parregullsi të spitalit. Sepse media të Elvana edhe të këtë pjesë që jemi pushteti 4 dhe sigurisht që kur një lajm bëhet goxha viral, reagojnë edhe organet e vendit. Kurse nëse flasim për të kaluarën, çka do më bëj përshtypje është që prej një vajze të vogël, jam prap ndoshta hala në rrugë sipër me u bë, po mund të më thënë lirisht që e vogël po me ëndra shumë të mëdha. Dhe që i ka arrit shumicën prej tyre, pa diskutim, përkundër gjitha sfidave që i ke pas. Çka thotë tashmja në këtë pikë, zgjedhë një kartë? Në cilat situata e keni të vështirë të thoni po, si ka ndodhur? Pak më herët pyeta si qëndron me punë, tha që gjithmonë thua po, por në këtë rast, në cilat situata e ke të vështirë të thuash po? Të thuash po. Që ndjehesh pak si e detyruar për të thënë, se me dëshirë s'do kisha thënë. Po ndoshta pak për jetën personale, me u mundu, me u përshtat. Po supozoj me partnerin ose diçka me se kam shumë zor këtë pjesë që të besoj, nuk e di pse është kjo gjë, prap them është puna dhe fajnia e profesionit që kom pa shumë, edhe është problem e besu. Gjithmonë njerëzit që flasin shumë, ata bëjnë shumë pak. Kjo më veç është dëshmu, unë e bëj, ata në fund ditës nuk bëjnë asgjë. Kështu që ndoshta jam detyru të them po një njohje ose diçka, po nështë s'ka shku mirë gjatë rrugës edhe kom thonë po vedisoho, moj po mos ju thuj, moj po se po dëmtohesh vet, po shqyqër Zotit tash jam shumë stabile në këtë pjesë, jam e lumtur, kjo ka rëndësi. Kjo është e bukur. Dhe e ardhmja dhe e fundit fare për këtë edicion. Fundet shumë shpejt iko.
Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Çfarë lloj ndryshimi dëshironi, si do të ndiheni kur ta keni arritur atë? Cili mendoni se do të jetë mendimi juaj për veten tuaj atëherë? Në të ardhmen e afërt, çfarë lloj ndryshimi e dëshiron tek vetja personale? Kjo është pyetje personale, Albina. Dëshiron të vetja? Çka kishe ndryshuar në karakterin, në personalitetin tënd? Do shta jo në personalitet të mam, po mendoj që të paktën vitin që vjen, bile me qenë me një status familjar. Mendoj që veç kjo, bile shumë shpesh më ngacmojnë edhe personazhet krejti martove i fejove i ndave, veç vetna kur gjithë po dim për ty. Kjo është ashtu. Jo që mundohem e mbaj të fshehur këtë pjesë, po i shmangem pyetjeve, se mendoj që njerëzit sa më pak din, ajo gjë edhe funksionon. E mendoj që ndoshta do ndryshoja, mos me punu që ka që shumë, po bile me punu edhe në ndërtimin e një familje të shëndosh normalisht. A i gati të jesh nën me që po e përmend? Fix, ndoshta jo, po bile vitin që vjen besoj që me mendu këtë drejtëm, se jo me e kurorzu lidhjen që kam me një martes, edhe pse jo. Unë të roj më të mirat e mundshme, edhe me zipras edhe unë me të pa me fustanin e bardh. Sigurisht kemi me tëftuar shumë njerëz. Faleminderit shumë. Sigurisht kemi shkëlqyer, Albin, kaq ishte minutazha e hapjes së kartave të jetës tënde në 3 perspektiva. Tani që jemi krejt në fund, tregom si po ndihesh. Shumë mirë, kom mendu që s'kom e zbulu shumë gjëra, po duket sikur ti je si një magnat me aqil tërsin që ke, po ndyhem shumë e shliruar sikur të flisja me një psikolog, edhe madje u bëja apel njerëzve të cilët mund të kenë një hall, nuk është marrë me shku. Kam shumë shoqe që e praktikojnë, kam shumë mikesha që e praktikojnë edhe një mend ndihen shumë mirë, me pas shumë kujdes rinia se kujt i besojnë edhe kë po e konsiderojnë shoqe, sepse gjithmonë themi që gjërat negative nuk vijnë prej dikujt që nuk të njeh, sepse ai nuk din se kush je dhe çka bën. Edhe me pas kujdes sigurisht në mesazhet në rrjetet sociale, duke marrë parasysh videot e fundit dhe raportet arsimtar nxënës se kështu që po qarkullojnë. Asnjëherë mos e gjykoni një gjë vetëm nga kopertina. Na e kemi sharë ofenduar arsimtarin, po tash tutje po dalin gjërat ndryshme. Kështu që gjithmonë mos me besu vetëm një verzion, me dëgju edhe anën tjetër. Mesazh jashtëzakonisht i bukur për mbyllur këtë bisedë të këndshme sonte. Albin, faleminderit dhe shumë suksese. Natësi shumë e madhe, mu bo qefi që u takum, edhe miru të gjofshim në takimet të tjera. Faleminderit shumë. Të dashur dëgjues, kaq kishim për këtë edicion të emisionit Hynesha, bashkëshihemi javën tjetër.